Klodi përfshihet në një debat të fortë dhe shumë të tensionuar me Elionën, një përballje që vjen pas shumë situatash të grumbulluara dhe keqkuptimesh mes tyre. Gjatë këtij momenti, Klodi vendos të flasë hapur dhe pa filtra, duke i thënë Elionës qartë se ai nuk ka asnjë lloj pëlqimi për të dhe se ndjenjat e saj, nëse ekzistojnë, nuk janë të ndërsjella. Ai shprehet se nuk e ka pëlqyer kurrë dhe se nuk do ta pëlqejë as në të ardhmen, duke qenë shumë i prerë në fjalët e tij. Klodi i thotë se ajo duhet të qëndrojë në shtëpi vetëm për lojën e saj dhe jo duke u mbështetur tek afrimiteti me të apo duke krijuar situata që sipas tij janë të pavërteta dhe të sforcuara. Ai thekson se nuk ka dashur kurrë t'i jap shpresa dhe se çdo tentativë e Elionës për t'u afruar e ka vënë atë në pozitë të pakëndshme. Sipas Klodit, Eliona po e keqinterpreton sjelljen e tij dhe po e përdor situatën për lojë dhe vëmendje. Debati bëhet gjithnjë e më i ashpër, me tone të larta dhe fjalë të drejtë për drejta. Klodi shprehet se është lodhur nga kjo situatë dhe se nuk dëshiron të përfshihet më në asnjë bisedë apo raport me Elionën. Ai i kërkon asaj të qëndrojë larg dhe të mos e përfshijë më emrin e tij në diskutime apo plane personale. Nga ana tjetër, Eliona duket e prekur nga këto fjalë, por Klodi vazhdon duke thënë se ai është i vendosur dhe nuk do ta ndryshojë mendimin e tij për asnjë arsye. Ai e mbyll përballjen duke theksuar se nuk do ta dojë kurrë dhe se çdo gjë mes tyre duhet të mbetet thjesht në nivel bashkëjetese brenda shtëpisë. Ky debat lë një atmosferë të rëndë në shtëpi, duke sjellë reagime të ndryshme edhe nga banorët e tjerë, të cilët kuptojnë se mes Klodit dhe Elionës raporti ka marrë fund përfundimisht dhe se kjo përplasje do të ketë pasoja në lojën e tyre në vazhdim.